E nderuar kryesuese e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes së Vetëvendosjes, zonja Arbriana Gopsi, të nderuar nënkryetar të Vetëvendosjes, zotëri Glau Konjufsa dhe zonja Mrika Limoni Myrtaj, e nderuara koordinatore për komitetet profesionale të lëvizjes son, zonja Dejona Mihali, i nderuari sekretar organizativ i lëvizjes, zotëri Alim Rama, e nderuara bashkëkryetare e Partisë Guxo, Donika Gërvalla, i nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës Dimal Basha, të dashur aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të nderuar kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 60 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Tashmë është e qartë që në historinë tonë 12 vjeçare të pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, nga cikli në cikël, lëvizja jonë po rritet çdo herë e më shumë. Ky është një tregues që organizata jonë po bëhet alternativa më serioze dhe po gjen mbështetjen e qytetarëve edhe aty ku ndjehet më së afërmi bashkëqeverisja me qytetarin, pra nëpër komuna. Nga një komunë e fituar në vitin 2013, që ishte kryeqyteti, pra Prishtina, në 3 komuna në vitin 2017, që ishin Prishtina, Prizreni dhe Kamenica, në 4 komuna në vitin 2021, që ishin Podujeva, Kamenica, Gjilani dhe Shtimja, tash në vitin 2025, me 3 komuna të fituara pa balotazh në Podujev, Kamenic e Shtime dhe në 12 komuna të tjera në balotazh e shumë afër fitores. Nga 69 asamblesë të fituar në zgjedhjet e vitit 2013, në 127 sosh në vitin 2017, 176 në vitin 2021 dhe 177 në vitin 2025, dhe ato që si vjetë kemi pasur një zbritje të numrit të asamblesëve të përgjithshëm në mbar Kosovën nga 983 në 931. Kjo është rritja e vazhdueshme e lëvizjes vetëvendosje në nivelin lokal, që është dëshmi e punës, përkushtimit dhe mirëqeverisjes tonë edhe në nivelin qendror në vitet e fundit e edhe atë lokal. Komuna është adresa e parë e qytetarit, e vetëvendosje siç duket po bëhet alternative vetëm serioze që të dërgon siç duhet te kjo adresë dhe adreson brengat e zgjidh problemet me të cilat qytetarët përballen në përditshmërinë e tyre. Në 12 nga 18 komuna sa janë në balotazh, 2 nga të cilat me komunitete Pakic, Klokoti dhe Mamusha, ne si lëvizje vetëvendosje me kandidatët tonë që janë më të mirat për komunat përkatëse jemi në balotazh. Duam dhe ju duhet qytetarëve që vetëvendosje të fitojnë në të gjitha këto komuna ku është pjesë e balotazhit. Prishtina, Mitrovica, Gjilani, Prizreni, Peja, Gjakova, Vushtria, Raovesi, Fushkosova, Obiliqi, Kaçaniku dhe Vitia me 9 nëntor duhet dhe do të ishte shumë mirë e më së miri për qytetarët e këtyre komunave që numri 105, pra vetëvendosje të dalë triumfuese, sepse triumfi i kandidatëve të vetëvendosjes është fitoria e vërtetë e qytetarëve, e lagjeve dhe e fshatrave, është fitoria e projekteve të mëdha të mirën e tyre, është fitore që nënkupton modelin më të mirë për qeverisje lokale për të gjithë banorët pa dallim. Se sa e rëndësishme është që fitoret tona të jenë të mëdha e thella, siç e kemi parë në nivelin qendror, po e shohim veçmas në nivelin lokal. Kudo ku lëvizja vetëvendosje është në balotazh me LDK ose PDK, këto të fundit po bëhen bashk kundër lëvizjes, me idenë që të pamundësojnë ndryshimet edhe në nivele lokale, me të vetmin qëllim për t'i dëmtuar kandidatët e lëvizjes, duke mos patur fare në mendje analiza të situatave lokale, e me raste ekstreme duke mbështetur edhe kandidat partia e të cilve qeveris apo ketë qeveris, si që thoshin edhe vet ata, në fushat në raundin e fundit edhe për 5 mandate. Janë bërë bashkë në fushë Kosovë, LDK e PDK,
aty ku LDK ka këtë qeverisur me komunën që 20 vjet. Por fitoren e Valën Prebrezës nuk ka koalicion të interesave të ngushta që ndalë. Janë bërë bashkë edhe në Prizren, aty ku për 4 vitet e kaluara ka këtë qeverisur PDK, por s'ka koalicion që ndalë fitoren e Artan Abrashit atje. Janë bërë bashkë, e s'poguzojnë ende të tregojnë, edhe në kryeqytet, por kryeqyteti e ka hajrin e vetë, e ka hajrullahun që ka koalicion me qytetarët e që do të dalë fitimtare. Pra, me imponime të marrëveshjeve nën tavolina nga PDK, LDK e AK, përveç se e kanë minuar demokracinë e tyre të brendshme, nuk kanë dashur t'ia dinë fare për situatat lokale në komuna, ku për ta dëmtuar vetëvendosjen pranojnë që të mbështesin edhe qeverisit aktuale, të cilat i kanë kritikuar e s'kan lënë gjë pa u thënë për gjatë raundit të parë të zgjedhjeve. Këto 3 parti po e detyrojnë antarësinë që të votoj sipas direktivës e jo vullnetit. E çfarë ka bërë lëvizja vetëvendosje? Së pari, nuk ka bërë pazare me komuna, duke kushtëzuar marrëveshje komunë me komunë, sepse politika nuk është çështje pazarësh. Përtej bashkimit të vobekt të PDK e LDK, lëvizja jonë ju ka dhënë autorizimin e plot qendrave të saj në gjithë Kosovën. Aty ku nuk është në balotazh që në bazë të analizës së situatës në komunën e tyre dhe nevojës për ndryshime të bëjnë koalicionet e nevojshme lokale. Por tani, kur jemi vetëm 5 ditë larg nga balotazhi i 9 nëntorit, lëvizja vetëvendosje dhe strukturat e saj në 12 komunat ku garojnë, janë intenzivisht në teren dhe janë intenzivisht në punë për koalicionet e sinqerta e veçmas për koalicionet më të rëndësishme që janë ato me popullin. Shtabet tona lokale dhe nën shtabet tona gjithandej lagjeve dhe fshatrave janë në vazhdimsi në teren për të prezantuar planin ton për komunat, që është plani më adekuat dhe më i nevojshëm për qytetarët tonë. Se cila votë është rëndësishme, andaj se cila thirrje për se cilin familjar, mik, koleg, shok e të njofshëm, nga se cili aktivist, antar e mbështetës i lëvizjes vetëvendosje, është kontributi më i madh dhe detyra më rëndësishme në këto pak ditë të mbetura. Meqense se të tjerët po bëhen bashkë kundër lëvizjes me marrëveshje nën tavolina, puna jonë duhet të shumëfishohet, sepse sinqeriteti ynë nuk ka dyshim që do të vlerësohet dhe oferta jonë serioze lokale përmes votës masive qytetare do të jetë vul e fitoreve të mëdha në komuna. Gjithashtu, e rëndësisë së veçantë është edhe mobilizimi i votës së bashkëdhetarëve tonë. Të gjithë kandidatët tonë për kuvende komunale, ata që janë zgjedhur, por edhe ata të cilët nuk janë zgjedhur asamblesë, si dhe të gjitha strukturat tona organizative, është tejmase e rëndësishme që të kontaktojnë me secilin familjar, të afërm e të njohur, të cilët janë regjistruar si votues jashtë vendit. Çdo votë bën diferencën, prandaj secila votë është e rëndësishme. Me këtë rast ju bëj thirrje edhe bashkëdhetarëve tonë, të cilëve ose ju ka arritur ose do t'ju arrijë zarfi me flet votim në komunat ku lëvizja vetëvendosje garon në balotazh, që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar e ta ndihmojnë vetëvendosjen në misionin e saj për zhvillimin e lagjeve e fshatrave të komunave prej nga ata vinë. Në këto ditë të mbetura, deri me 9 nëntor, ju ftoj të gjithëve që të mos ndalim për asnjë çast punën e angazhimit. Le të fitojmë e festojmë bashkë me 9 nëntor, e le ta fillojmë punën fuqishëm nga data 10 dhjetor për komunat. Të dashur aktivistë mbështetës,